Ka vende që thonë që mjeku stomatolog duhet ndërhyj vetëm në pjesën rreth e përqark të gojës, ka vende të tjera që thonë që mjeku stomatolog është mos i certifikuar që të bëjë kompleks. Gjithë fytyrën, po normal. Pra, vende ka legjislacione të ndryshme, nuk është është e prerë. Por ama, një mjek stomatolog që bën kurse të mjekësisë estetike me kalimin e kohës dhe specializohet në mjekësi estetike nuk ka pse mos e bëj. Po. Entela, e diti se çaj bëjnë sot për shembull policia, në qoftë se ti loz baste në celular ose futesh në një lokal, të vinë të arrestojnë, të idhen si dragojnë kështu, vrap, të mbërthejnë si, më kupton, si shmbërthejnë këto të Majdanozit, si kështu kishe si Majdanoz. Tani kjo që është me paktën se ti më trëmbe mos, ose dia këtë botë. Qa thua ti? Po ti ma kryove këtë frikë tani. Vjen doktoresha thot, e pash në lokal, tha, në lokal ajo nxjerr gjilpërën atë xhepi sikur ka pistolet. Edhe e injekton. Tani po kjo që nga më keq se bastë të. Pra parukierat pak në ofron një ambient. Po, pra, qëfar nuk të themi këtyre për çmimin ofertë? Qëfar rrezikoni për çmimin ofertë? Një produkt i mirë nuk është kurrë i lirë dhe një produkt i lirë nuk është kurrë i mirë. Ka një problematikë. Po ku ti thua i lirë tani? Po referoju disa ofertave. Ofertave që dalin. Po, domethënë me 50 euro nuk mund të injektosh acid hialuronik, ë? Acid hialuronik me 50 euro, po 50 euro nuk është në kutinë sheringa acidit. Po. Se nuk duhet të referon të çmimet e produkteve të mira, se janë. Se te kalojnë 100 euro. 4 fish. 4 fish. Dhe unë nuk paguem për produktin, nuk paguem për eksperiencën. Ti ke brendin tënd, si është historia? Brendi këtij ata shpjegojnë me një fjali. Brendi është jam unë. Orori, ata shpjegojnë me një fjali brendin tënd të doktoresh dhe gjithë. I tha... Jo, se doktoresha ka një brend italian duket mos gabon? Nuk ka lidhje me fillera dhe me botox. Po, është dermatokosmetik. Është dermatokosmetik. Kemi historinë apo jo? Më thjesht plotësova. Historia shumë e thjeshtë. Ishte njëri, një teknicien, dhe ishte një pajisje që s'funksiononte. I tha, i bëj qatë duash. Edhe një erdhi ai e dëgjoj, edhe lëvizi vetëm një vid. Pap, edhe iku. I tha, sa bën kjo? 10.000 euro, $10.000, thaj. I tha, qa $10.000, thaj, ti vetëm një vid lëvize. Ma bëj me fatur. Edhe shkroja dhe tje. Lëvizje vide, $1. Eksperiencë për të arritur televizja, 9.999. Kështu që, ajo që ti Rori thua, unë e mirë kuptoj, është shumë e logjikshme. Problemi është që pse shqiptarët janë ngritur të gjithë në këmbë për një punë qeni, po kur them në këmbë, duke mallkuar, duke u mallkuar fëmijët njerëzve, ju vdekshin fëmijët, u hankshin qënd. Me thënë, deri këtu ka arritur. Vdek shti që e kryetare bashkie, vdek shti që mbron fëmijët. Deri këtu janë ngrit të gjithë një zëri shqiptarët. Ca që shajnë këta që mbrojnë qënd. Këta që mbrojnë qënd shajnë njerëzit dhe nuk merret njëri me këtë që është gjë, mua më duket genocid ky më zemra. A ja fuskot apo jam unë? Personalisht mendoj që është edhe më e rëndë se sa kaq. Më e rëndë se kaq? Sepse nëse ne kemi një gjueti shtrigash ndaj mjekëve, që është e frikshme, domethënë dhe që shpesh herë ne mjekëve na bën të mendojmë. Kur kthehemi në shtëpi natën vonë, pasi kemi punuar 12 orë në shërbim pacientëve, kur të gjithë e dinë që kur ke një njerëz të smur në shtëpi, të prishet erezia. Pra, përfytyroni një person që zgjedh të bëhet mjek, që ka gjithë ditën, pra fillon këtë gjë, këtë eksperiencë dhe këtë sfidë të madhe që në moshën e studentit, dhe derisa të ketë mundësi